Kur e merr Kur'anin, edhe nis të lexosh, që normalisht gjithë secili prej besimtarëve do ta ketë një edukat ose do ta ketë, domethënë, një program me librin e Allahut xhaleshanuhu, të lexoj prej tij qoftë një faqe, dy faqe, të lexoj herë nëse mundet çdo ditë, nga pak nga libri i Zotit. Dhe të meditojnë ato që Allahu xhaleshanuhu zbriti, dhe ta marri Kur'anin dhe ta lexoj atë sikur Zoti po i flet atij drejt për drejti, sepse faktikisht Zoti e zbriti Kur'anin dhe i drejtohet gjithë secilit prej nesh. I drejtohet gjithë secilit prej nesh. E nëse do ta mendosh Kur'anin që ai është një manual, pra është një udhëzues për jetën e çdo njeriu, atëherë me shumë kujdes çdo besimtar duhet të lexojë çdo verset dhe çdo fjalë prej librit të Allahut xhaleshanuhu. Si kemi thënë? Kemi thënë se nëse Kur'ani ka 6000 ca ajete dhe Allahu xhaleshanuhu zbriti aty orientimet dhe udhëzimet, pra çdo fjalë edhe çdo verset edhe çdo ajet aty ka peshën edhe ka rëndësinë e vet. Nuk mundet Allahu xhaleshanuhu që të harxoj në librin e tij, në shpalljen hyjnore të fundit që nuk ka më shpallje pas saj, të harxoj asnjë fjalë dhe asnjë gërm pa një rëndësi të veçantë, pra pa pas peshën e vet.